do t'ju drejtohen zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës i Republikës së Kosovës zotëri Glau Kunjufca dhe homologu i tij zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, çështjeve evropiane dhe bashkëpunimit për zhvillim i Mbretërisë së Belgjikës zoti Maksim Prevot. Pas fjalëve të ministrave kemi kohë për të marrë 2 pyetje nga një për secilin ministër dhe më pas vazhdojmë. Ministër, fjala për ju. Nderuar i zëvendës kryeministër dhe ministër i Mbretërisë së Belgjikës, Prevot, të nderuar ambasador të Kosovës e të Belgjikës, ambasador Bajrami dhe ambasador Kryelie, të nderuar gazetarë, përfaqësues të mediave, sot e pata kënaqësinë ta mirëpres në Kosovë zëvendës kryeministrin dhe ministrin e parë të punëve të jashtme të Mbretërisë së Belgjikës, zotin Maksim Prevot. Vizita e tij dhe rrjedha e takimit që sapo e përfunduan janë dëshmi e qartë e marrëdhënies së shkëlqyeshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Belgjikës, si dhe e vullnetit të përbashkët për t'i thelluar këto marrëdhënie akoma më tej. I dashuri zëvendës kryeministër, miku i Kosovës Prevot, më lejoni të ju shpreh mirënjohjen tonë më të thellë për mbështetjen e palëkundur që Belgjika ja ka dhënë Republikës së Kosovës ndër vite. Që nga qëndrimi parimor në mbështetje të intervenimit të NATO-s në vitin 1999 e deri te njohja e pavarësisë sonë, vetëm pak ditë pas shpalljes së saj nga ana e Belgjikës, e pastaj përkrahja e vazhdueshme e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian, por edhe për antarësimin tonë në për shumë organizata ndërkombëtare, janë mbështetje e Belgjikës që ka qenë shumë e rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe që si e tillë vlerësohet edhe nga ana e popullit, edhe nga ana e institucioneve të vendit tonë. Jemi mirënjohës për rolin që vendi juaj ka luajtur për ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve tona, e në veçanti edhe në radhë të stafit diplomatik të kësaj ministrie ku përqëndroni sot. Si një nga vendet e para që ka ofruar mbështetje konkrete në drejtim përmes trajnimeve dhe shkëmbimeve të ekspertizës, Belgjika ka kontribuar drejt për drejt për po ashtu formësimin profesional edhe të brezit tonë të diplomatëve që sot e përfaqësojnë Republikën e Kosovës në 53 misione që i kemi ne në për të gjitha anët e botës. Gjatë takimit produktiv që e patëm, diskutuam për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit politik, por edhe ekonomik, e në të gjitha fushat të vendeve tona, por unë do të theksoja sidomos politikën e jashtme, fushën e sigurisë dhe atë të mbrojtjes. Në fushën e politikës jashtme, Belgjika është një nga partnerët më të rëndësishëm brenda Bashkimit Evropian dhe në këtë frym ja shpreha vlerësimin tim më të lartë zëvendës kryeministrit Prevot për mbështetjen e tyre gjatë procesit për heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, që ishte një hap shumë i rëndësishëm përpara më në aspiratat tona evropiane. Në të njëjtën kohë i theksova pritjet që i ka Republika e Kosovës sa i përket proceseve integruese, në radhë të parë marrjes së pyetësorit nga ana e Bashkimit Evropian, e cila është një çështje që po pret e po bëhen 3 vite e gjysmë kur kjo çështje ende nuk po trajtohet nga ana e Brukselit dhe Bashkimit Evropian. Mbështetja që Belgjika ka dhënë në proceset integruese të Kosovës deri më tash ka qenë shumë e rëndësishme për vendin tonë dhe presim që kjo mbështetje të vazhdojë edhe në fazat e ardhshme të rrugës tonë, edhe drejt Këshillit të Evropës, ku presim një antarësim të ndodhë shpejt, edhe në qartësimin e rrugës tonë drejt Bashkimit Evropian.
Në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, Belgjika ka qenë një partnere e rëndësishme e Republikës Kosovës dhe përgjatë gjithë momenteve kyçe të historisë sonë moderne. Me angazhimin e vazhdueshëm në kuadër të forcave të KFOR-it, ata kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme edhe për forcimin e stabilitetit dhe të sigurisë në Kosovë. Tash ky bashkëpunim po hyn në një fazë më të avancuar dhe unë dëshiroj që t'ja shpreh edhe falënderimin në emër të Ministrisë së Jashtme, zotit Prevo, që në Ministrinë e tij tash së fundi u akreditua edhe atasheu ushtarak i Republikës Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës. E po ashtu desha ta falenderoj për bashkëpunimin në fushën e industrisë së mbrojtjes, e cila u qartësua gjatë vitit 2025, si dhe për intensifikimin e kontakteve në nivel ministror. Ministrit tona e kanë të etabluar edhe diskutimin politik, i mojnë konsultimet politike që mbohen mes ministrive tona për gjatë viteve të kaluara, edhe tash do të vazhdojnë edhe në vitet e ardhshme. Si përfundim, dua ta riafirmoj për kushtimin tim dhe të Ministrisë së Jashtme për forcimin e mëtej i nderuar zëvendës kryeministër të marrëdhënieve tona me Mbretërinë e Belgjikës dhe për thellimin e bashkëpunimit tonë dypalësh në të gjitha fushat e interesit tonë të përbashkët. Zëvendës kryeministër, ju falenderoj edhe një herë për vizitën tuaj dhe mbështetjen e vazhdueshme që Mbretëria Belge ja jep Republikës Kosovës. Ju falenderoj për vizitën tuaj këtu në Republikën tonë. Fjala është juaj. Thank you. So, dear colleague, dear Globe, dear friends, it's really a great pleasure for me to be back in Kosovo, and particularly in Pristina, a city to which I feel a personal attachment. In 2016, in my former capacity as mayor of Namur, one of the most beautiful Belgian cities, of course, I had the honor of signing a cooperation agreement here këtu në Prishtinë, një simbol i lidhjeve të ngushta në nivel lokal, por edhe ndërmjet dy vendeve tona. Kjo është për atë që unë vërtet mirë pres dhe vërtet është pikëlluese për mua që të shoh, si më thonë, afatet e fundit të institucionet të Kosovës, të cilat po i përjetoni qysh nga viti i kaluar. Do të doja të ripohoj mbështetjen tonë politike të fuqishme dhe përkushtimin afatgjatë ndaj Kosovës. Unë shpresoj për një kuraj, një stabilizim të shpejt të institucioneve të vendit. Stabiliteti politik, e dim këtë, është qelësi. Unë po ashtu kam pas mundësinë të angazhohem me kryeministrin Kurti dhe me homologon tim. Dhe unë më vonë sot do të flas me presidentën tuaj. Ne kemi pas diskutim frydhënës në lidhje me shumë tema, në mes të cilave edhe për marrëdhëniet bilaterale, integrimin evropian dhe natyrisht stabilitetin rajonal. Unë vlerësoj përpjekjet tuaja, tani më përpjekjet tuaja duhet të komentohen, të mbështeten. Dhe Kosova është pjesë evropiane, meriton vëmendje të vazhdueshme dhe mbështetje. Dhe është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që ende nuk i është dhënë statuti i kandidatit formal, një situatë që paraqet realitetin politik në B në vend se ambicjeve evropiane nga ana e Kosovës. Unë do të vazhdoj në mënyrë aktive të lutem për ju në takimet me BE-n dhe reformat të rëndësishme të tjenë të nevojshme. Ne dim këtë që ka ende një rrugë që është e rëndësishme të mirë pritet për afrimin e plotë të Kosovës me
and security policy. Politikën e jashtme të përbashkët dhe të sigurisë së BE-s që është tani më një çelës sipas mendimit tim. It is however possible to Është e pamundur për të folur për integrimin evropian pa parë stabilitetin rajonal. Normalizimi i marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit mbështetet në artin e porosive rajonale të vizitës sime. Unë kam kaluar mesazhin e njëjtë që i kam kaluar tani në Beograd. Dje, pra kam dhënë mesazhin e njëjtë si në Beograd. Belgjika mbështet plotësisht dialogun lehtësuar nga BE-ja dhe përkushton angazhimin e vazhdueshëm dhe progresin e prekshëm të marrëveshjeve të Brukselit dhe të tjerat. Është e domosdoshme vërtet edhe për stabilitetin rajonal, edhe për të ardhmen evropiane të Kosovës. Progresi i vazhdueshëm drejt normalizimit kërkon vëmendje të qëndrueshme për të zvogëluar tensionet, veçanërisht në veri, duke shmangur veprimet unilaterale, masat mbrojtëse për të drejtat e gjitha komuniteteve dhe forcimin e besimit përmes proceseve të besueshme ligjore. Këto përpjekje janë themelore për rrugën e Kosovës drejt Evropës dhe drejt përfitimit të saj për përfitu plotësisht nga mbështetja e BE-s dhe instrumentet e saj për mbështetje përfshirë edhe planin e rritjes. Vizita ime po ashtu thekson angazhimin konkret të Belgjikës në Kosovë. Kjo përfshin kontributin ton për siguri përmes KFOR-it ju këtë veçja përmendet dhe përmes projekteve të kryera me kornizën e Këshillit të Evropës. Dhe duke folur për Këshillin e Evropës, unë në mënyrë aktive do të avokoj për antarësimin tuaj, jo në të ardhmen, por tani është koha. Dhe Belgjika mbetet e përkushtuar të fuqizoj dialogun bilateral politik dhe të thelloj bashkëpunimin policor dhe të migrimit veçanërisht me rëndësi, duke pas parasysh madhësinë e diasporës së Kosovës në Belgjikë dhe sfidat që ndahen sa i përket flukseve të migrimit dhe krimit të organizuar. Ne po ashtu duam të thellojmë bashkëpunimin për kapacitetet e mbajtjes. Duhet të theksoj rolin pozitiv të diasporës së Kosovës dhe mundësitë afatgjate ekonomike që ekzistojnë mes dy vendeve tona. Në shkurtimisht, të nderuar kolegët e mi, të dashur ju musafir, ne jemi të përkushtuar për stabilitetin rajonal dhe sigurinë. Belgjika është një avokat i fuqishëm i perspektivës evropiane të Kosovës që duhet të mbështeten nga progres i besueshëm në sundimin e ligjit, reforma dhe reangazhim në dialogun Beograd-Prishtinë. Pra të nderuar kolegët, llogarisni në mua që jam mbështetës i fuqishëm porosia ime për ju, për qeverinë tuaj dhe njerëzit tuaj është e qartë. Të qenit antari familjes e BE-s mbetet një perspektivë e besueshme dhe se Belgjika është e gatshme që edhe më tutje të mbështesë aplikacionin tuaj. Ju falenderoj. Faleminderit. Pyetja. Jam Klejco. Përmir këtë opinje radio të gajimi, zotri Konjull sa në cilësinë e krye negociatorit që është duke ndodhur në procesin e dialogut, është duke u diskutuar për një plan të subvencimit apo për ndonjë marrëveshje të re, dhe si krye negociatore një takuar me zotrin Sorensen që ishte mbrëmë në Prishtinë dhe ku në bazë të një njoftimit të qeverisë nuk i thotë të ishit prezent në atë takim, ku tha se është folur për Këshillin e Evropës, proces ky i cili u përmend edhe këto, a do të jetë Kosova pjesë agjendës këtë vit të Komitetit të Ministrave, pasi në një draft agjendë nuk është çështja e Kosovës për Këshillin e Evropës dhe apo vazhdon të jetë asociacioni si kriter për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Sa i përket dialogut me Serbinë, ju e dini që
gjithë shka që ka ndodhur mas në shkrimit marrëveshjes Brukselit e ka pas formën e sjelljes të qëllimshme destruktive të Serbisë për mi rënu arritjet e bëra në dialog. Edhe Bashkia Ndërkombëtare ka pas konsideru marrëveshjen e Brukselit si një arritje, si një thyrje e blokadës së deri atëhershme sa i përket ecjes përpara, a kjo për Kosovën, për neve, e ka pas formën e njohjes de facto nga ana e Serbisë. I keni parasysh klauzulat e marrëveshjes, më të rëndësishme, prej pranimit gjithçka që prodhon Kosova, në kuptimin e jurisdiksionit të saj, dokumenteve, simboleve, pasaportave, elementeve kryesore të shtetësisë. Serbia i pranon, po do të dojtë i pranon për sipas kësaj marrëveshje. Por ju e keni pa domethënë lojën e Vučićit. Në momentin që u kthyn Serbi, ja dha goditjen më të madhe kësaj marrëveshje. Dhe pas asaj goditje që ka pas ndodhur, i keni pa të gjitha. Edhe organizimin e sulmit terrorist të Iber Lepencit për shkatrimin e kanalit të ujit dhe për krijimin e kaosit në Republikën e Kosovës. Po ashtu ju kisha lutur t'jeni më të vëmendshëm edhe të bëni analiza më të thella edhe ndaj dëshmisë që e kanë dhënë vëllezërit Viçentiević në procesin gjyqësor për Iber Lepencin. Ata e kanë pranuar që janë trajnuar prej Serbisë në hapësirat e Ministrisë së Mbrojtjes edhe të ushtrisë që mbahen atje. Prej nga ka hyrë edhe grupi i sulmit në Banjës me Radojčićin. Këta dy e kanë pranuar që janë trajnuar prej Serbisë për këtë sulm. Çka po dëni më shumë, nuk e di çka ka nevojë më shumë për me tregu rolin destruktiv të Serbisë në gjithçka që ajo ka shkatërruar e që është mundurtu edhe prej Bashkimit Evropian edhe prej megjvetan. Kështu që ku ndodhet dialogu sot, për mi u kthy pyetjes tuaj. Dialogu sot ndodhet në një gjendje kogja të vështirë. Në një gjendje kogja të vështirë për shkak të kësaj që e kam shpjeguar. Qysh kthehet një farlloj atmosfere minimale e mirëbesimit. Nuk po lypi diçka kur çdo të jashtëzakonshme, po them minimale e mirëbesimit është që kryerësit e këtij akti terrorist në Banjsk, cilët e vranë Afrim Bunjakën, këta do të me përfundu në bërë. Këta do të me konë prapa grillave. Këta nuk mund t'jenë njerëz kryesor në Serbi. Edhe dora e djathtë e Vučićit çush janë sot. Edhe çush i shohim sot që veprojnë në Serbi. Kjo është elementare, kjo është diçka bazike. E dyta, kryeministri e ka shpjeguar. Letra e zonjës Brnabe që është katastrofike për mirëbesim. Ju shkrujti 27 shteteve anëtare që nuk e njeh integritetin territorial të Kosovës. Mos me njoft integritetin territorial të një shteti, kjo kuptohet gati sikur mi shpall luftë. Është në njëjtit nivel. Nuk të pranon që ekziston si integritet territorial. Këto janë adresuar vazhdimisht me Bashkimin Evropian. Pa u zgjidhur këto, nuk mund të ketë, le të themi, hapa të më të tjeshëm. Sa i përket Sorensinit, unë Sorensinit ndonjëherë e takoj, ndonjëherë nuk e takoj. Domethënë këto bëhen, një planifikuar nga ana e qeverisë. Kësaj radhe e takoj kryeministri. Kur e takon kryeministri, mendoj që nuk keni nevojë me thonë që mungoj diçka pse nuk është ministri. Apo kupton, është diçka të kundërtën mund ta bëni, domethënë pyetje. Çka nëse nuk është kryeministri, atëherë është mund të hapet si temë. Po kur është kryeministri, më thon pse nuk është zëvendës kryeministri, kjo është një farë diçka që nuk mendoj që ka ndonjë domethënie kështu politike në kuptimin e mesazhit. Është thjesht e ka taku kryeministri, shumë mirë ka bërë. Në disa raste e takoj unë, apo vetëm unë, në shumicën e rasteve e takon edhe kryeministri, kështu që këto gjithmonë e bëjmë për të mirën e Kosovës, edhe me një qëllim të qartë që atë i cili është i dërguari i veçantë i Bashkimit Evropian për dialogun,
ta takojmë, tulemi me të dhe të shikojmë perspektivat se çka mund të bëjmë hapa të ardhshëm, në mënyrë që edhe ta kthejmë besimin, edhe ta krijojmë atmosferën që ky proces të vazhdojë. Deri tash atmosferën ta tregova, nuk është fare e mirë, por të shpresojmë që edhe mendimin e miqve tonë do ta përmirësojmë, do ta kthejmë këtë në kohë të kundërt. Por monë në mend diçka, kjo nuk kthehet pa ndryshimin e Serbisë. Nëse Serbinë e keni në çet drejtim kur sot, mos pritni që dialogu ka më përmirësu. Mos pritni që dialogu, kjo është vlerësime. Këshilli i Evropës shumë mirë e tha edhe zoti Prevo, miku jon i nderuar. Shikoni për shembull vetëm çfarë çndrimi domon progresiv ka Belgjika. Nuk pak kur fal kurzimi tha që Kosova jo në të ardhmen, por tash do të më bëj pjesë e Këshillit të Evropës. Unë mendoj që neve na ka met peng një gjë e vendosur nga një person i cili në mënyrë kogjo të palavdishme dha dorëheqje. Zoti Lajça, nëse pi kujtohet. Ai na ka pas qit në shpinë në diçka që neve nuk na takon. Nuk na takon. Unë vetë kam qeni përfshirë në negocimin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ka shku përmes parlamentit shumë prej proceseve. Edhe delegacioni jonë ka qenë atje. Mojeni në men, mrena kornizës që jo negocu për antarësim Këshillin e Evropës, Asociacioni Komunave Sërbe nuk është kriter. Nuk është kriter i antarësimit. Mund tjetë në procese tjera, mund të hapim tema tjera, integrimin në Bashkim Evropian, statusi vendit kandidat, këtë janë tjetër pistë. Unë po jo flasë për Këshillin e Evropës në Strasbourg. Për Këshillin e Evropës nuk ka pas këndit që është asociacioni, më themelu, asociacioni i komunave sërbe. Këto na i ka qitë në shpinë Lajçaku, në mënyrë jo meritore, për mos me thonë të pandershme. Edhe këtë term bë me përdojtë në rastin e ti. A heqet kjo, do të me në ndihmu me që tonë për mu heqet kjo. Se vetëm një kondit elementare ka qenë atë në Këshillin e Evropës, ka qenë manastiri Deçani, dhe zgjidhja e këtij procesi. Kjo është kry. Edhe ka qenë marrëveshje për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Tash çka na duhet është që t'i bimdi me të tjerët që t'jenë si Belgjika. Mund ta kenë një pozicionim sikur Belgjika. Cili thot tash dhe këtu do të më antarësu Kosova në Këshillin e Evropës. Jo me kushte edhe me kondim. Ajo pastaj ka pas qenë që quhet post-accession process, sa i përket zbatimit marrëveshjeve të Brukselit, në këtë rast edhe ajo tema për cilën e përmendet kjo e tjera. Unë është pas antarësimit, po jo para kusht për antarësim. Kjo është qëndrimi jonë. E kemi dhe një pyetje të fundit. Okay, Mr. Prevo, my question will be for you, but it Prevo, will be... pyetja fundit për juve, po do të jetë në gjuhën shqipe. Përmendet sundimin e ligjit, temë të cilën e keni diskutuar në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe në Republikën e Kosovës, dhe sikurse mund ta dini, Republika e Kosovës e ka një gjykatë e cila nuk ndodhet në Kosovë, është në Hag, pra në kryeqytetin e drejtësisë në botë, janë dhomat e specializuara të Kosovës. Mund ta dini që Belgjika është i vetmi shtet i cili ka marrëveshje me dhomat e specializuara edhe për transferimin e të dënuarve. Pyetja ime për ju është pas shqetësimeve të ekspertëve vendor edhe ndërkombëtar, a jeni njoftuar për shqetësimet që kanë të akuzuarit atje dhe po ashtu për shkeljen e të drejtave të njerëzit, për çka ka folur edhe homologu juaj, ministri Konjufca, qoftë nga aktorët në Bashkimin Evropian ose nga vetë ministri Konjufca, edhe a jeni gati si Belgjik dhe si Bashkim Evropian ta përkrani formimin e një mekanizmi për mbikëqyrjen e kësaj gjykate dhe për të mbikëqyrur shkeljen e të drejtave të njerëzit dhe ligjeve tjera përcjellëse. Thank you for your question. Faleminderit për pyetjen tuaj, për të qenë krejt i ndershëm me juve, me folë sinqerisht, unë nuk kam krejt detaje në lidhje me situatën për cilën ju folët, pra
me qaste është diçka që unë duhet të kushtoj më shumë vëmendje, por unë s'do të improvizoj asnjë lloj përgjigje për të qenë i sigurt, pra nuk do të bëj asnjë lloj gabimi, por faleminderit pyetjes tuaj, unë do të pyes ekipin tim për të kontrolluar për situatën dhe unë do të dërgoj një porosi kolegut tim duke shpjeguar pozicionin e Belgjikës në lidhje me situatën. Pra do të jetë e mundur me dhënë një përgjigje të qartë. Jo juve drejt për së drejti, kërkoj falje për këtë, por edhe qeverisë tuaj. Pjesëmarrjen të dy ministrat do të bëjnë homazhe tek memoriali heroinat dhe jeni të ftuar ta përcjellni gjithashtu. Faleminderit që jemi hera tjera.